të kujdesemi për disa çështje të caktuara të cilat na ndihmojnë t'ia dalim në jetën e kësaj bote, pavarësisht çfarë është sfida dhe cili është problemi. Allahu thot: Ja ejuhalladhina amanu, prap, o ju që keni besuar, në emër të besimit, ja ejuhalladhina amanu, sta'inu bis sabri was salat. O ju që keni besuar, ndihmoni që t'ja delnin këtë dunja, me sprova, me sfida, me probleme, me pengesat e lloj-llojshme, ndihmoni me durim dhe me namaz. Durimi i rëndësishëm të ndërvozë, sabri praktik, aktiv, sabri i mirë, durimi i njeriut, është këshilla e Allahut Azza wa Jall, nga se mas çdo vërtësie vije zgjidhja, vijnë lehtësimet, por me durim, jo me nxitim, jo me nguti, jo me pikëllim e mërzi, po me sabër, çështjet zgjidhen me lejen e Allahut mënduar. Dhe krahas sabrit, Allahu xhallahu ala ka mësuar që ta fuqizojmë raportin me Allahun xhallahu ala, was sala, ndihmoni dhe me namaz. Sa më e fort lidhja me Allahun te bareka o taala, më i fuqishëm grushti karshi problemeve, karshi sfidave. Njeriu sa më i lidhur me Allahun te bareka o taala, aq më i qëndrueshëm, aq më stabil, aq më i fuqishëm në raport me çdo sprovë në këtë dunjë të ndërlozur. Aisha radiallahu anha thot, shikoni këtë udhëzim praktik që na jep Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gruaja e tij thonte kështu: Kana sallallahu alaihi wasallam idha hazibahu amrun fazi'a ila as-salat. I dërguari sallallahu alaihi wasallam kur ngarkoi me ndonjë punë, kur e kaplonte ndonjë breng, çfarë bënte? Nxitonte namaz. Lidhe me Allahun xhallahu ala, nga sa aty është zgjidhja, aty është shkarkimi, aty është pushimi, aty është qetësia, aty është zgjidhja tek Allahu te bareka, tek namazi, tek lidhja me Allahun xhallahu ala. Andaj një thirrje që të mëson si mi mbjetun këtë dunjë, një thirrje që të bën të fuqishëm, ka çdo sprovë, çdo të lashe, një thirrje që ta don të mirën, që mos të gjynzosh, mos të dëshpërosh, mos të pikëllosh, mos të mposhtesh në arenën e kësaj jete. Pavarësisht çfarë sfide ke, çfarë të lashe ke, një thirrje e tillë, padyshim se është shumë dashamirëse, padyshim se është shumë e mirëseardhur. Andaj duhet i përgjigjemi kësaj thirrje që Allahu na thret: O ju që keni besuar, o ju që bartni në zemrat e juaja besim, tregoni të durueshëm, tregoni të përmbajtur dhe gjithashtu fuqizoni durimin e juaj dhe fuqizoni qëndrimin e juaj dhe stabilitetin e juaj me fuqizimin e raporteve me Allahun xhallahu ala, veçanërisht duke fuqizuar raportin me Zotin përmes namazit, fillimisht përmes faljes së namazeve obligative, e pastaj edhe namazet tjera vullnetare,